Mirë të podcast, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish. Sot do të diskutojmë për futbollin në Kosovë, përkatësisht për historinë e këtij kampionatit, edicionin 2025-2026, kur jemi në një fazë të nxehtë, po themi afër mbylljes së këtij edicioni dhe për rrjedhshmërinë e tij, për luftën për kampion edhe për ata se kush mund të rrezikojë rënien apo edhe detajet e tjera. Sot do të flas me dy mysafirë të ftuar, me trajnerin Tahir Lushaku. Trajner, mirë se erdhe. Mirë se jeta. Dhe gjithashtu edhe trajnerin dhe ish futbollistin natyrisht zotin Robert Gjera. Robi, mirë se ke ardhur. Mirë se jeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni gjetë kohë të dytë. Jemi në një pikë themi të nxehtë të kampionatit Superligës së Kosovës. Do të diskutojmë fillimisht për këtë çështje. Trajner, spari po nisim me ty si po sheh historinë e kampionatit edhe apo shohim luftë më të ashpër krahasuar ndoshta me edicionet e kaluara. Qoftë për kampion, qoftë për të ikur rënjes nga liga. Po, realisht është, unë mendoj që të gjithë kanë thonë që ka me qenë një kampionat ma interesant, edhe ashtu parashiku në fillim të kampionatit, po në fakt po del që dy skuadrat janë ato që të bojnë atë interesimin apo një formë realitetin që Drita dhe Ballkani janë dy skuadrat që më tashtë edhe veç po shihen që janë në gare për titull kampionit deri në fund, edhe pse Drita është skuadër që ka diferencë prej 5 pikëve, dhe natyrisht unë mendoj që gjasat të më të mëdha deri në fund kampionatit i ka Drita, sepse 5 pikë janë shumë për këto ndeshje të mbetura, dhe dërsa disa skuadra që natyrisht ne kemi prit, unë personalisht po flas, kam prit shumë nga Gjelani, nga Prishtina, edhe disa skuadra tjera, por ne gjithmonë skuadrat e Superligës në fillim kampionatit hinë me ambicjet mëdha, dhe natyrisht rrugës ju shfaqen ato problemet, apo nuk ju dalin ato çka parashikojnë, sepse natyrisht klubet kur nuk në farforme kur nuk kanë ndonjë ide ose në projekt ose në fakt nuk kanë plan se si të qasen apo si kanë me fillu kampionatin edhe qysh kanë me përfundu atëherë me të vërtet problemet gjithmonë mund të shfaqen, sikur tash do më shumë skuadra që ju kanë shfaq me përjashtim të ndoshta 2-3 skuadra që veç më tash po dihet edhe po shihet, si që janë Prishtina, Ballkani, ndoshta është një prej befasive, kisha mujt me qua, apo i ka shfrytzu gabimet edhe dobësitë e këtyne skuadra tjera është Maleshevas, që po tregon që jo rastisht as vjet nuk ka qenë në garat evropiane, por sido që tjetë një kampionat me shumë fjalë, me shumë bujë, me shumë zhurma dhe një futboll që natyrisht ku ka shumë probleme sa i përket infrastrukturës, që është një prej probleme më të mëdha që në futbolli kosovar dhe si Superligës edhe i ligës parë përballet me këtë vështirësi që është për çdo kritik, që 26 vite ende luhet futbolli me këtë infrastrukturë të Robi, sipas teje, me asa ke pa kualitetet e Dritës edhe të Ballkanit, a është mbyllë çështja e titullit apo mund të ketë befasi? Po në bazë performancës me pa dhe në bazë kualitetit që kanë, unë e mendoj që vetëm këto dyja janë kanë prej fillimit në karë, mirë po e tha dhe trajneri që në fillim ekipet i shprejnë ambicet e veta, mirë po në Kosovë bo fjalët e forta edhe punë që është vinë tani. Kështu që edhe Gjelani ka pas ambicie për titull, ka pas edhe Prishtina, e keni pa kur e kanë hek trenin Arsim Tha që konë vendin e parë, tani ka pas ramje, edhe tash është një ekip e cila mund është me mposhtë kur dush, edhe ndoshta edhe të poshtë kur dën, nuk ka stabilitet. Po ashtu edhe Gjelani është ekip që ka cilësinë mesin e vet, po gjatë rrugës ka pas probleme, ka pas shime, edhe e kanë pas shumë të vështirë
me mojt ritmin edhe me luftu për titull. Drita normal i kanë ndihmu edhe Lona që ka lujt në Evropë, e ka bërë një eksperiencë jashtëzakonshme, ka lojtar që i kanë mesin e vet, që një kod shumë gjatë edhe e kanë bëhat pjekurinë, e kanë bëhat kompaktësinë që duhet me pas në ekip. Kështu që unë mendoj që Drita vetëm e ka bërë një hap është larg edhe Ballkanit, edhe besoj që kanë shumë të vështirë me marr titullin. Unë mendoj që liga si vjet është më e dobët se viteve të kaluara, për kundrazi liga parë është më interesante se Superliga, për çudi ka shikueshmëri më shumë. Në bazë shikueshmërisë ti e sheh edhe cila ligë është më interesante. Kështu që ndoshta më interesante është të u bën luftë për ekzistencë, to e po që edhe llapi në fillim i shpreh ambicet për titull, edhe në fund lufton për ekzistencë, me cilësinë që e ka pas llapi edhe lojtar që i ka pas, ka qëndesht me luftu për titull. Mirë po gjatë rrugës e kena pa edhe vetë që ka pas probleme, herë ka luajtur në stadiumin e vet, herë dikun tjetër, edhe ato probleme që në shfaq nëpër media, nëpër sene për llapin, edhe ato ndikojnë te lojtarët, se lojtarët nuk janë shumë të qetë me lujt. Kështu që e shoh një kampionat vetëm në mes Dritës edhe Ballkanit, edhe tha dhe trajneri Malisheva, e cila e ka bënë befasi. Për mendimin tim, unë jam shumë skeptik për Malishevën, kur ka luajtur në Evropë edhe ka pas atë paraqitje shumë dob për 8 golave që i ka marrë atje në Luksemburg, kështu që e kam pas një skepticizëm shumë të madh, po ja që rrugës si këto ekipe që kanë luftuar për titull dhe kanë rënë, to janë stabilizuar, e kanë ruajt fondin e lojtarëve që e kanë pas, edhe Malisheva i ka disa lojtarë që luajnë që një kohë shumë gjatë bashkë, edhe normal atëherë rezultati nuk ka se ç'më mungu. Trajner, kur përmendet të dytë u pajtuat po themi për Malishevën që befasia e mirë, ndoshta në aspektin negativ, a mund të themi që llapi është e skuadra që po befason për të kesh në këtë aspekt duke parë kualitetin dhe organizimin që ka si skuadër. Nga kjo ndihet trajnerit, çfarë realisht kush është fajtori? Çfarë po ndodh te llapi? Po, në të drejtën, të llapi si duket nuk e di, tash me hi shumë detaje sepse ma mirë i din ata problemet mrena për mrena vetë skuadrës, por në skuadër si që është llapi me një infrastrukturë që ka bo një stadion jashtëzakonisht që është për çdo lakmi, domethënë edhe për me përshëndet edhe mi duar trokit për infrastrukturën që kanë bo domethënë kryesia e llapit bashkërisht domethënë me qytetin edhe me njerëz tjerë. Edhe kur e dim që ka pas në skuadër ka një fond të mirë dhe të mjaftueshëm që jetë në pozitë më të lartë në tabel, por siç duket të llapi diçka, sidomos këto 2 vitet e fundit, sepse dim që edhe vitin e kaluar Saadi ka qenë në barazh domethënë, dhe ndoshta ambicjet e teprunën, kisha mujt me thonë, dhe ka njerë kur futboll një dhe një, na e dim gjithë që nuk bojnë 2, dhe në futboll gjithçka që ti mundesh me arrit një sukses është fusha, aja jo në mediat, jo në për rrjetet sociale, sepse nga njëherë ato të kushtojnë, dhe jo vetëm si skuadër, po edhe si trajner, edhe natyrisht ka njëherë edhe të ndikon negativisht edhe tek futbollist, sepse kur ti çdo kohë edhe çdo moment del nëpër media dhe domethënë nuk e ki atë luksin e rezultatës që ti me dal çdo herë edhe me jep deklarata ka njëherë bombastike, ka njëherë deklarata të pamatne, dhe natyrisht gjithmonë ato janë citata që ndikojnë negativisht në skuadër, por unë mendoj që problemet ma mirë ata duhet me ditë. Shpresoj që llapi me mbijetu domethënë Superligë dhe natyrisht trajneri Batatina bashkë me kryesin mendoj që duhet ulen dhe kampionatin tjetër mendojnë shumë ndryshe. Nëse nuk bëjnë për ligës. Nëse mbijetojnë, sepse me të vërtetë futbolli nuk luhet me fjalë dhe me llafe, po duhet një punë e madhe, duhet një organizim i mirë brenda skuadrës, dhe edhe aja nëse bëhet edhe ti e ki problem domethënë me arrit një sukses, sepse nuk e ki të garantuar sukses. Sepse kur ti ki në skuadra siç është
drita edhe Ballkani që janë 2 skuadrat që këto vitet e fundit mendoj që kanë bën një hap, apo janë një hap apo 2 ma para se shumë skuadra tjera, atëherë është e vështirë që me hinë kampionat edhe mos mi bë ato kalkulimet tamam si duhet dhe me mendu ose me arrit një objektiv që është i vështirë. Trener Robi, zakonisht kur të rezultatet nuk vinë për një kohë të gjatë, në tek skuadrat e huaja ndërkombëtare thonë që s'po ka më trajneri çfarë po jep, ose lojtarët janë ngopur me këtë trajner, s'po i pëlqen taktikat, idejat. A është e llopi ky problem, sepse te llopi s'po ka si më thonë edhe kush me shkarku batatina. A duhet të ndryshohet trajneri te llopi? Është rast unik llopi. Kret mund më ndru, veç trajneri nuk mund më ndru. Kjo është një Na e problem. dim që Tahiri është edhe vet financues, edhe familja vet e mojnë llopin, vet e ka bërë këtë organizim ato infrastrukturë sportive, dhe është shumë e vështirë. Tahiri e ka provuar edhe me ndru veten. Është shumë e vështirë me ndru veten, e ka provuar edhe me trajnerë të tjerë, mirë po prapë si duket nuk i ka pëlqyer edhe ka vendosur që vet se sikur ja din ai mentalitetin llopit, nuk besoj që ja din ti kush tjetër. Mirë po e tha dhe trajneri më herë që me pas ambicie të tepruar pak, është pak problem. Edhe thash edhe në fillim fjalë të forta, edhe punë që të vinë është pak më zor. Llopi e ka edhe një problem tjetër që unë kam thënë në emisionet ku jam atje, që llopi ka një problem të madh që ka shumë probleme të vogla. Llopi çdo vjet ndryshon shumë lojtar, është një ekip që ka qit lojtar jashtë, i ka dhënë Evropës shumë lojtar, po edhe ekipeve tjera, edhe ndron shumë shpesh lojtar në ekipin bazë që e ka. Kështu që edhe ajo mund më ndiku llopit për të keq, se nuk mund ti çdo 6 muaj me bë ekip, me bë strukturë, me bë ekip konkurrues për ligë. Mirë po financat i ka shumë të mira, organizimin e ka shumë të mirë, ndoshta kjo e bën pak më më gjallë shpresat për me menu diçka më shumë për mu bë kampion. Mendoj që nëse Tahiri i shkon edhe pak vet kritik, mendoj që është kondesh një herë me ndru trajnerin dhe me provu se a është fajtori vet, se prapë mundet me bë veten, nuk e ka problem se është një ka sa në dorë, po, i ka sa në dorë ku vendos vet, kështu që llopi i vjen Superligës. Se një stadium që ka llopi, edhe një çikushmëri ku shkojmë atje, ki komoditetin me po lojën, i vjen është mkat, llopi me rrap për ligës. Mirë po sot në futboll nuk ka ekip me traditë, nuk ka ekip, e kena po ligën e parë, këtë ekipet me traditë janë ligë parë. Kështu që ndoshta i bën harë edhe më mirë nëse vjen për ligës, edhe i sheh më mirë ato gabimet ku tha trajneri mi po, dhe me kështu se çka duhet me bën të ardhmen. Mirë po unë në fillim e kam pa llopin bazë cilësisë që ka me pretendu në 400 e parë për Evropë, mirë po ja që rrugës ka bërë shumë gabime, edhe shpresoj që të mbijetojnë, mirë po punin e ka shumë keq. Ta shohim këto në xhirot e fundit. Një temë ngritur tash fundi, që dorën zemër ndodh çdo fund sezoni, po thotë ne kur nxehet kështu gara për të vendosur kush ku po mbetet, kush ku po bjen. Është diskutuar tash edhe për mundësinë të pasjes kurdisjes ose këtyre taktizimeve, matematikave në fund sezonit. Apo mendoni që po na prek ky farë sindromi edhe në këtë edicion ajo? Po me të drejtën, gjithmonë është flitë, është folën për opinion, por asnjëherë deri më sot nuk kanë dalë organet kompetente që duhet merren me këtë çështje, me këtë dukuri. Sepse komisionet në fakt ekzistojnë në Federatën e Futbollit Kosovës. Prokuroria, policia, derisa na flasëm apo flitet në për studia dhe në për opinionet ndryshme, dhe natyrisht nuk kemi asnjë rast që është hetu, apo në fakt ka dalë që është realitet, janë kurdiset apo këto marrëveshjet, ne vetëm mund të supozojmë, edhe pse ndoshta në farë forme në fund kampionatit jo vetëm Kosovë, por besoj që edhe në për ligat më të larta ka një lloj marrëveshje apo lloj situata që klubet kur s'kan interes apo kanë miqësi në farë forme më të madhe mes vete, bojnë kësa kalkulime, dhe natyrisht ne vetëm mund të supozojmë, por ne dëshirojmë që ky fakt apo kjo dukuri sinqerisht mos të jetë realitet dhe mos të jetë i vërtetë, sepse deshtom as deshtom një ditë kjo dukuri ka me dëmtu jashtëzakonisht shumë futbollin, edhe ne tash
mo jemi veç dëshmitar që i shohëm edhe antarë të klube që dalin e akuzojnë njëri tjetrin dhe natyrisht nuk merret asnjë iniciativë domon nga askush dhe derisa nuk ka ndonjë iniciativë domon ose nuk merret asnjë vendim ose nuk shihet që as komisionet, as prokuroria, as policia, as një organ, domon nuk merret me hetimin e këtyre situatave, ne mund të supozojmë gjithmonë, edhe pse na jemi konfliktuar në futboll në kohë të gjata edhe Roberti, por një ndeshje kur disnë me të vërtetë pavarësisht a është një apo dy, janë dashme dhe unë po shpresoj që këto mos ndodhin sepse me të vërtetë disa klube ose individ mund të psojnë keq dhe natyrisht sepse në fundit futbolli luhet edhe në ligë, por jo vetëm në Superligë. Janë skuadra me që tha dhe Roberti me emën edhe me nom të madh që kanë qenë Liria, Vllaznimi, Trepça, Besa, edhe disa skuadra tjerë, Vushtria, Feronikli, edhe bojnë gara në ligë, por edhe një skuadër që natyrisht nuk mund të mbijetoj Superligës, do të më pajtu edhe do të me vazhdu futbolli edhe në ligë parë. Poshtë as funi botës edhe ne dim para disa vite ju në Tusik, Karon Serie B, Beja C-ja, edhe sa do është kapet është ku është. Jeta vazhdan edhe futbolli normalisht vazhdan edhe me një skuadër edhe pa një skuadër tjetër. Futbolli luhet, nuk luhet. Pas reagimit në komente, po themi në media kështu të zyrtarëve të Llapit edhe të Ballkonit, Robi, megjithatë Federata e Futbollit e lëshoi një, po themi një njoftim që do të shërtohen këtë çështje, do të merren me këtë çështje, nuk guxojnë të ndodhin. A e konfirmoi kjo pak a shumë reagimi i Federatës se diçka e tillë mund të jetë në futbollin tonë? Qërë Albert, edhe treneri tha që edhe në përbot ndodhin kalkulime. Nuk mëj me thonë kur dise, po kalkulime ndodhin. Këto sene mund kanë përcjell krejt jetën përderisa kom luajtur futboll në fund kampionatit. Është e pamundshme një ekip e cila e siguron ose ase që nuk kanë mja qit një bisht me thonë që kjo ka me lshu lojën ose kjo ka me fitu lojën. Komentet që i kanë bo ata zdia e keni po, ka thonë kjo lojë është e shitur. Por nuk ka tregu se cëlla lojë kush kanë e fiton. Na kemi po vitin e kalum ose para 2 vjetëve nëse se më gabim, Ulpiana dhe Vllaznia kur janë ek prej garave, mirë po aty u kon një delegumi i federatës që ka përcjell ndeshjen edhe i ka pas fakte që loja nuk u kon rregull. Kështu që vetëm duhet me pas fakte se këto komentet dolin edhe 2 zyrtarë të klubeve, sidomos e Llapit do që ai nuk është pjesë e jona, kur na e dim që është familjar. Edhe kjo shkon edhe në dom futbollist dhe unë e mendoj shumë se kur tuti për një lojë për shembull si vitin e kalum kur tha një gazetar për Gjilani që tha Malisheva Ballkani është lojë e kurdisur edhe dole kundërta, ti ja hup meritat ndoshta edhe atij kundërshtari që e fiton lojën me merit, edhe nëse e fiton me merit futbollistët kanë mundësi keq se thonë na fitu me merit, po ne po thonë që është lojë e kurdisne. E për çdo që duhet me pas shumë ku duhet më drejtu, ku duhet më shku. Unë nuk po them që nuk ndodhin këto kalkulimet, ndodhin ndoshta në fund kampionatit, mirë po jo tash gjithë secila lojë dikujt që i vjen edhe dikujt që se vjen. Ajo që e vjen ka me fitu lojën me patjetër, e kësaj që se vjen duhet me toleru ose duhet me lshu lojën se tash nuk i vjen mo. Aden, ti duhet me pas shumë fakte na është vetëm një lojë, edhe ti i lidh edhe 10 lojë tjera dhe ja hup mundin edhe djersën edhe atin me sponsorëve që japin, thashë e kena pa edhe ligjin për sponsorizim, ti mundesh edhe mi demoralizuar ata njerëz që japin për futbollin, pak a shumë me aq mundësi sa kanë, edhe duhet më kon shumë i sigurt kur e bën një koment tillë se ti je person publik, je përgjes, i kyçëm klub, pa marrë parasysh që klubi nuk përpranon, po ti je familjar i familjes Batatina, edhe nuk kisha pas shefun e me pak si komente përderisa nuk ka fakte. Por ki fakte edhe i drejton në adresën e dur, në prokurorin, policinë, hetuesi, po ashtu edhe te federata, atë janë njerëz që kanë marrë se na çdo 6 muaj mojnë ligjërata për mënyrën se çysh shkon deri te kur disa një lojë kush mundet më impliku, edhe besomni që ka shumë vëzhgim, e kemi po Skënderbeun që dënuan tash nuk dënohen mirë për mas 10 vjetëve, mund me ndiku edhe ti pson për 10 vjet nuk merr pjesë në gara evropiane ose mundesh edhe më ek për kategorisë. Po a rrezikon që kjo nëse ky skandal shkon nëse ndodh diçka, ne po shohim në Itali edhe për momentin po bën një temi gjyqtarëve në Serie A atje për favor. Kjo rrezikojnë se ti nëse kimë diktu kampionatin, se çu ka me shku kampionati, kimë dëmtu një ekip tjetër e cila është të luftu me djerës,
atë normal që se kanë me ndiku, mirë po vendimet ndoshta janë pak më vëshme, mirë po si klub kemi pas pasoja atë ka marrë edhe deri te shuja e klubit, e kemi po na vetë kena rastin me Skënderbeun, po Skënderbeu ja ka arrit më majt shumë mirë sa ajo është dënu vetëm për Evropë e nuk është dënu për Shqipëri, kështu që u majt shumë mirë, po pasojat i ka pas shumë të noja, se Skënderbeu ka një ndër ekipet që kanë nxjerrë më shumë lojtarë dhe ka shit në Evropë, ka marrë pjesë 2 herë në Europa League, kështu që me ra një klub me një klub me aq traditë dhe me ra poshtë, atëherë është e vështirë edhe për klubin edhe për qytetin, se punja ti e përfaqëson një qytet, nuk je ti përfaqësues vetëm i 20 lojtarëve ose i klubit. Ti e përfaqëson një qytet me 150-200.000 banorë dhe ata shikues kërkojnë përgjegjësi prej teje. Ki përgjegjësi edhe para publikut, kështu që unë nuk mendoj që njerëzit planë me aq sa kena mësuar dhe ato ligjërata që i kena marrë na, unë besoj që herë do kur nëse dikush përfshihet në këto gjëra ka më pas dënime tash pra. Trajner nga përvoja jote, ndoshta jo krejt personale, po edhe si futbollist, po edhe pastaj si trajner, çfarë ndjesie është për një trajner nëse ndjen si më thonë një ditë para lojës ose dy një mesazh për pronarit, për presidentit, në kjo lojë duhet përfundoj me këtë rezultat. E ndikon kështu direkt në mënyrën se si e sheh? Jo vetëm të si trajner, por mendoj që një situatë, një asociatë, unë mendoj që ndikon jo vetëm të trajneri, po edhe të futbollistat, edhe unë po shpresoj që sinqerisht është një dukuri jashtëzakonisht e vështirë dhe e rëndë, dhe një dukuri që me të vërtetë është për çdo kritik. Dhe nëse ka kësa situata dhe kësa raste që një trajner sot pranon një situatë tillë domon, sepse nëse nuk duhet më çudit në fund fundit kurrë, sepse fakt disa klube ka as disa njerëz që me të vërtetë nuk kanë të bëjnë as me futbollin, edhe nuk e kanë as idenë se Kjo është problemi më i madh. Mo zhvillu apo me lujt futboll të disa skuadra. Nuk janë pak, e duhet me pranu këtë realitet. Aksidentalisht ju ka dhënë mundësia disa njerëzve që t'jenë pjesë e disa skuadra si në Super League, ashtu edhe të liga e parë, dhe ndoshta kjo është edhe një situatë që me të vërtetë nuk i bën mirë klubeve dhe në fakt nuk i bën mirë futbollit, pas futbollistëve dhe disa trajnerëve që në fakt ne i dim që ka shumë trajnerë në Kosovë që jetojnë për kësaj zeje, janë të mvarur për këtij profesioni. Dhe ka njëherë kur disa njerëz janë varur për një profesioni caktuar, ata mundën me ardhë edhe të disa situata tilla çfarë ma bënë pyetjen dhe me pranu domthon kushtet që javë diktojnë kryesia. Po ka edhe shumë trajnera që unë besoj që nuk pranojnë. Kanë guximin për të thënë presidenti ta zëm jo? Po natyrisht, sepse çdo trajner para se me bë marrëveshjen domthon Ka kërkesat e veta. I ka kërkesat edhe i ka Objektivat e veta, po në fundit e ka karakterin e vetë që nuk del jashtë asaj situate, dhe natyrisht e tha dhe Robe më herët, mund të ketë kalkulime, po ju tash me ardh një president dhe me hanë trener, futbollista, nasa duhet me alshu lojnë X ekipe. Unë për veti po flasë me përgjithësi moralet që nuk kisha pranu asnjë formë dhe nuk pranaj që një president apo një antar i kryesisë me ardh para ndeshjes edhe me thonë duhet me alshu lojnë ose duhet më kry kjo ndeshje me një rezultat që duhet me ditë gjithë domthon dhe natyrisht unë mendoj që ka ardhur koha dhe momenti që edhe trajnerat, edhe futbollistat, edhe me rezistu kësaj. Me rezistu edhe natyrisht me kundërshtu me tëna format, sepse derisa ne bojmë këso lëshime dhe pranojmë domthon me hinë këto ujra trëbullta, unë mendoj që jo që kemi me dëmtu vetë vetën, po edhe skuadrën, edhe futbollistat, edhe futbollin përgjithësi. Robi, si lojtar,
ose të paktën nga informacione sepse ti e ke lënë futbollin, po themi më vonë, kështu. Ke ndonjë informacion ndonjë rast që ka pasur ndonjë rast të tillë ose ndonjë lojtar që të ka tregu që ndodhi diçka e tillë, qoftë te klubet ku ke qenë apo edhe Jo, kështu. unë zakonisht klubet ku kom qenë kom luftu shumë pak, veç me Besën e Pezës kom luftu për titull në 2003-2006, mirë po atë po nuk ka pas kështu, edhe unë jam qenë shumë i ri, edhe zakonisht futbollistët e ri nuk e marrin vesh nëse ndodh një gjë e tillë, edhe kur jam qenë në fund karrierës, kom luftu shumicën e kohës për ekzistencë, kështu që çdo herë neve na ka vit në lojë, po kështu nuk kom pas në rast që me ardh direkt edhe me më kallzu një futbollist. Një herë një rast u kon në lojë të barazhit kur e kena luajt me Lerin, kanë tentu prej personave tjerë nëpërmjet njerëzve që nuk janë të kyçur në futboll me ardh me na thonë për lojë, mirë po unë e kom larmu direkt policin, direkt e kom larmu se unë për fat mirë e kam një shok që është hetues i krimeve të rana kështu, edhe nuk kom ditë ku më drejtu në atë kohë, dhe kom thonë çto po tentojnë, edhe po dojnë lojtarët me mi hutu ose qëre lojtarët vetëm nëse i thu diçka, ai ka me flet me atë brengën që tash mos po ndodh diçka, mos po bëjnë e gabim, kanë me thonë mua e kishit lojë nëse ki bë diçka, kështu që nuk ka ndodhur ndonjëherë, edhe nuk kanë. U parandalua ajo që ishte planifikuar? Jo, është parandalua ajo, nuk kanë kena fitu lojën, edhe nuk ka pas shansë me ndodh, kështu që edhe plus në atë lojën nuk kom pas me lujt hiç, edhe jem kon edhe më i lirë tani edhe me hetu situatën që është ndodh, mirë po ka shku puna që shoh mas mirti, edhe nuk kom qef tash edhe si trener që shoh, e tha edhe treneri që kërkesat janë në fillim me presidentin që fol, zakonisht edhe pse unë jam shumë falenderues për njerëzve që investojnë edhe kontribuojnë për futbollin edhe japin, mirë po kur vjen një president klubi dhe jep ato shkako, duhet sa në tira mjavlon njerëzve kompetent që unë marr me futboll e jo marr ata me vendosje, ata edhe janë shumë ndikueshëm edhe për njerëzve tjerë, le që nuk i besojnë ekipës vet, po pastaj edhe për ekipe tjera, po bojnë se ne të kundërta se po vinë njerëz që nuk kanë të bojnë me futbollin, edhe tash mendojnë që din. I vetmi profesion unë mendoj më i vështirë që është puna e trajnerit edhe futbolli. Deri tash nuk kom pa profesion, për aq unë sa kom ushtruar profesione të tjera, nuk kom pa punë më të vështirë. Kjo që futbolli është profesion specifik, edhe është shumë e vështirë më marr me futboll. Nëse ti klubin ton ki mund ndikuar për njerëzve të tjerë, atëherë ki më pas shumë vështirë me udhëheq klubin. Ti duhesh me marr klubin, me bë objektivat e tua, synimet e tua ku i ki, edhe me vepru në bas synimeve tua që i ki. Nëse ti ki mund ndikuar për njerëzve të tjerë, ku e din ti dikush tjetër apo të dën të mirën atë keqen, apo dën me të çunalt, apo poshtë. Kështu që këtë dukuriu ne kisha menuar që do të minol sa më herë, tash edhe na pranuar në Evropë, edhe Evropa nuk fal më, e kena pa artistë se çfarë impakti ka futbolli, çfarë atmosfere bëhet, çfarë shikueshmërie, edhe tash me rani një nivel tillë se jena arrit shumë si shtet. E kena pa edhe Kosova që është kanë gati mu kvalifikuar në kampionat botëror, kështu që mendoj që në aspektin e shtetit kena ecë shumë mirë, po duhet mi përmirësu në për klubet disa sane shumë që mi eliminu këto dukuri. Trajner derisa po ish plasin të halle, po themi ndoshta që po na preokupojnë, megjithatë Superliga po e vazhdon me arrit nivelin, po prodhon lojtarë që tashmë po na shkojnë edhe në klubet të njohura e jashtë. Për momentin, apo sheh kualitet Superligë dhe sipas teje, a ka një lojtar që së deshe si më të mirin ndoshta në Superligën e Kosovës? Me thonë që Superliga po rritet në atë kuptimin pozitiv, nuk është që ka shumë dallime domthonë prej kampionatit kampionat. Përkundrazi si vjet sepse çdo vit kanë dalë apo janë shfaqë ka 3, 4 ose 5 talenta që në fakt kemi thotë gjithë dhe kanë një të ardhme apo pritet me pas një të ardhme shumë më të mirë. Për dallim, unë mendoj që ky kampionat nuk është edhe që kemi shumë naj talent të ri, domthonë naj 18 vjeçor, 19, përkundër me përjashtim ndoshta një ose 2 futbollistëve Blaca që ka shku nga Rami Sadiku te Prishtina, nuk e di, kanë qenë disa futbollistë të Llapi që move që është prit që kanë me shpërty, kanë me pas një ose një sukses më të madh, ata përkundrazi si vjet kanë pas ramje dhe shumë ndeshjen nuk kanë qenë edhe startues, dhe nuk ka futbollist si vjet
ndoshta me vitet e kaluara që çdo kampionat domon janë shfaq ka 2-3 deri në 5 futbollistë të ri që natyrisht pas një periudhe të shkurtë domon ose kanë arritur me konë futbollist titullar apo startues gjithmonë në skuadrat e tyre apo pas një periudhe të shkurtë kanë shkuar në për disa skuadra jashtë Kosovës. Nuk shoh si vjetë ndonjë futbollist që mendoj që bën dallimin, e bën dallimin apo ndoshta në farforme ka ndaj transfer bombastik me përjashtim të futbollistit Brutis që më tashmë veç dihet që ka arrit një marrëveshje në një skuadër nga Kroacia. Vasti Robi, a ka një emër? Një futbollist që po lëshen këtë edicion. Unë kisha veçu vetëm një ose 2 futbollista, etnike nuk po du me veçu se etnike veç dihet sa e vitit kalon, po ajo kanë edhe më herët i afirmuar edhe vetëm u prit transferimi i tij. Unë e kam pa një futbollist të Dugaxhini, Dianeti Sufi, ai më ka lënë përshtypje, kohët fundit edhe ka dhënë golla, po edhe ka pas paraqitje të mira se e kam pa edhe pak më herët kur ka luajt, edhe trajneri Blaca, po ato e kam përcjellë edhe Tena Misadiku, po edhe tash te Prishtina, kështu një futbollist tjetër që ka spikat edhe i ri, që ka mujt me shku, o shkon rasti me përjashtim është me thot drejtën, Robi veç deshta me shtu, është Iqbal Jashari. Po Iqbali. Se këto e harrua, se para se me masi fola për Blacën, e po ta mendimin edhe për Iqbal Jasharin, po e harrua, është një futbollist shumë perspektiv, një futbollist që edhe vitin e kaluar domon në ligën e kryesore futbollisti kryesor, edhe unë mendoj që edhe te Drenica është si futbollist i ri dhe si një talent që me të vërtet po tregon shumë edhe po jep shumë nga vetja dhe ndoshta për mendimin tim është një ndër pavarësisht se Kreshniku është golçënuesi më i mirë i ligës, kontributi i tij është i jashtëzakonshëm. Iqbal Jashari është ai futbollisti që është mendoj se është një ndër futbollistët, jo ndër, po është futbollisti kryesor të Drenica dhe me të vërtetë unë mendoj që Iqbal Jashari ka një të ardhmë të mirë, edhe pse në futboll ka njerë duhet me pas edhe fat, edhe me natyrisht nëse veç arrin mu transferu në skuadër, që tjetë një skuadër që i përshtatet si futbollist, sepse unë mendoj që me punë dhe me një seriozitet madh dhe dija një që është një profesionist i madh dhe punon shumë, mund të arrijnë, sepse kemi shumë futbollista që kanë arrit, që ndoshta nuk kanë qenë shumë profesionista, por Ju ka pri fati. Ju ka pri edhe fati, por me një punë edhe atëherë kur e gjon edhe skuadrën adekuate, atëherë domon edhe futbollisti mendoj që mundet me arrit një sukses jashtëzakonisht madh dhe unë po shpresoj dhe uroj që edhe Iqbal Jashari domon të arrijë një sukses dhe të kap mojet e futbollit. Ndoshta vetëm ajo është që ka bërë diçka më shumë prej lojtarëve të ri që luan edhe tenis të nishat e Kosovës, po edhe që ka bërë diçka performancë shumë mirë edhe në Ligë Parë tash Super League. Përveç asaj, ai ka një karakter shumë të fortë edhe pse kështu personalisht nuk e njeh shumë, mirë po në bazë qysh është një farë tena një farë e thonë që kur je i familjes e jo po luan me për shkak që është i familjes Jashari, këtu ai ka pas breng vetë, unë jam i sigurt që ato e ka breng vetë edhe o desht me mujt edhe atë sanaj, edhe me i me dhon spektakël në fush, kështu që karakteri i tij ka thënë që ai nuk e ka bë pse është nuk është të lut pse është i familjes Jashari, po është të lut pse i ka talentin, i ka meritat edhe shpresoj shumë që me shku në Evropë me një ekip shumë të madh edhe me tregu veten se edhe te Kosova ka bë performancë shumë të mirë. Që të doshta me cek se kur është po pajtona me ty Robi dhe sepse ne në fundit jetojmë në Kosovë dhe paragjykimet po unë po pajtona me Robin se por nuk kanë diku dëmonaja për kondrazi ka punu shumë ma shumë edhe pse është i familjes Jashari dhe unë po tham me plot merit e ka meritu edhe jo pse ka meritu me lu, po unë po ham është një prej futbollistëve kryesor të Drenicas që për rezultatet edhe për gjitha ato të arritëra që i ka domo klubi
Dhe ai duhet më mburë edhe pse është i familje, edhe natyrisht sepse i takon një familje, si që është familja e Shari, edhe ne i gjithë do më i dëshirojmë, besoj që i gjithë pajtimit që ai me arrit do më anë tjetë vetë një futbolist profesionist, një skuadër të madhe dhe natyrisht të na përfaqësoj edhe të kombëtarja e Kosovës të ekipa A. Sipas juaj do jemi më shkurt, ku është jeni si favorit për ty inkuadruar nga Liga e Parë në Super League, për shkak atje në Lufer, Nikli, Vllaznimi, Dinamo, Voshtria, kanë duar shëri si favorit ndoshta një ose dy skuadra që mund të shohin në Super League. Unë thash edhe më herët që Liga e Parë është më interesante. Është një farë mini Superligës, kështu që 4-5 ekipe janë halon në luftë për titull, janë edhe 4 xhiro, kështu që për momentin përparësi kanë Dinamo, Voshtria, Ferenikeli, po në barë tash që shkojnë edhe këto 4 xhiro është edhe Liria, Vllaznimi aty. Edhe këto 5 skuadra kanë mi do 2 vendet e para, nuk duhet me harru që është duke u luftuar edhe për vend 3 edhe 4, cilat luajnë barazh, kështu që çdo ekip e Superligës e cila ka me mbet në barazh ka me pas shumë vështirë me secilën prej këtyre 5-ve, se vetëm këto e kanë bën një kampionat jashtëzakonshëm edhe nuk kanë pas mundësi që me thonë tash e kena një lojë të lehtë edhe po pauzojmë, apo dinë kena një lojë të lehtë, mund me bën ndryshim, po non stop kanë pas lojë me stres, me presion, kështu që ai presion është i mirë kur të mrin në kod barazhit me lujt. Secila ekipe ka tifozërinë e vet, i kanë tifozëri të jashtëzakonshme edhe di që një tifozëri në barazh është një intimes shumë shtesë për ekipin, kështu që përveç Dinamos e cila ndoshta nuk ka shumë tifozëri, mirë po është në vendin e parë edhe ka pak një orar më të favorshëm, kështu që këto tjerat janë krejt ngare edhe mbetet edhe kjo javë është një javë interesante, atëherë kena me pas se kush është më afër Super League. Sipas teje, kuadrot në Super League, kush ka më shumë gjasa? Me thot drejtën kam qenë shkurtimisht pjesë e kësaj lige e tripsha dhe për mendimin tem Dinamo ka skuadrën më të mirë. Mendoj sa i përket cilësisë të futbollistëve dhe natyrisht unë mendoj që Dinamo dhe Voshtria në 2 skuadrat që ndoshta mund të inkuadrohen drejt për drejt në Super League, edhe pse e tha dhe Robi janë edhe 4 xhiro sot. Po 4. Dhe janë garë, aty ofër me pikë shumë, ofër edhe Nikli edhe Vllaznimi, Liria ka me pak sa ma largë sa 59 pikë. Por do t'jetë një garë e fortë dhe natyrisht unë mendoj që për parësit më të mëdha kanë Dinamo, Voshtria edhe ndërmend ty ndjek ka pas hapi nga Ferenikli dhe natyrisht edhe Vllaznimi që do t'jetë një garë jashtëzakonisht e fortë edhe cila do nga këto skuadra që të inkuadrohet në Super League me merita. Janë skuadrat që e meritojnë në bazë të kampionatit që kanë zhvilluar në ligën e parë. E fundit ikim pak prej futbollit ton, kurtimisht pam ligën e kampionëve, spektakël vërtet, sidomos pas Parisit e Bayernit, do të jenë 2 gjysmëfinalet kthyese sipas jush, kush do të shkojnë në finale këtë edicion? Robi? Probes Bayernin edhe Parisin kur e pash nuk disha jam të këshir futbolla, basketbolla, finale ishte ajo. Shumë aksione, po më duket to asnjëna nuk i kishin analizuar njëna tjetrën, vetëm e kishin analizuar veten, se me fitu 5-2 si Paris Saint-Germain edhe prap me sulmu, mos më tërheq me mbajt rezultatin pak me interferencë për 3 gollave, është për çudi, mirë po këto i ka futbolli, kjo është e mira futbollit. Unë mendoj që prapë Bayerni e ka një farë përparësie se e kena pa që nuk u dorëzua edhe mas rezultatit 5-2, e ka bën një lojë shumë të mirë, po edhe Parisi si fituesi kësaj Champions League-s herës fundit është ngarë mirë, po njëra perspektive e merr ligën e kampionëve se Atletico Madridi edhe Arsenali dje nuk kanë shfaqur në lojë të mirë, kështu që Ti vëllai që fituesi mes Bayernit dhe Parisit e merr finalen, e kjo loja tjetër u kanë kundërta e lojës parë. Prej Parisit me Bayernin, kështu që kanë luajtur me shumë kalkulime, edhe Arsenali po më duket sikur Interi i vitit kalum tu luftuan 3 fronte, ka me hub këtë fronte, se ne ka marrë asnjërin, edhe Arsenali kështu është shumë presion në ligë, është në gjysmë finale të Ligës Kampionëve, edhe
njënën duhet me marrë nëse dënë me shpëtu kampionatin edhe tonë ato lojnat mira që i ka pas gjatë kampionatit. Kështu që inshallah nuk i ndodh që i ka ndodhur në tjerët edhe mos me fitu asnjënën. Shpresoj që I bolla här. Eller sipas teje, kush përshkon finalet Championsit të edicion? Ishta më ndaljet pak të luja, parjes Bayern, më të vërtet nuk më kishë ndodhur me po luj më të mirë, është ku të shata. Ja pranun shumë njerëz shumë analistë. Se më të vërtet ka qenë një ndër lojt më të mira, prej si shoh futboll, dhe mon dy skuadra mbaja të shënuën 9 gola, kesh aq volum ma të lojës pavarësisht citatave edhe edhe pse u heqi Bayerni u kthyn loj Parisi e përmbysi rezultatin u kthyn loj Bayerni Bayerni domon pej 5-2, 5-4 edhe ato me pak fat ka mujt edhe 5-5 me përfundu ndeshja. Domon një ndeshjes që Real mune me po edhe ndoshta Real munet mu përsërit edhe në të ardhme një ndeshje e tillë. Dhe janë dy skuadrat që cila dë që kish shku në finale edhe e kish fitu këtë Champions League, unë mendoj që të dyja e kanë meritu, se janë dy prej skuadrat që kanë tregu domon rezultatet gjatë gjithë. Apo ishe favorite këto dyja? Por mos harrojmë që edhe Arsenali edhe Atletico din domon ka njerë me I ba ato befasite. Si të mos Atletico me një mbrojtje shumë të fortë. Si këto e sepse është një skuadër cinike që mbrohet mirë dhe natyrisht din edhe me ndërnon momentet caktune, por dallimi I kvalitetit të moj cilësisë është I madh, do të me pranu. Si të Bayerni edhe të Parisin dallim me Atletikën, po ajo është vetëm një finale, por favorit cila dhe që shkon nga këto dy skuadra, unë mendoj që është favorit absolut me fitu finale. Ju falenderoj shumë që keni orën podcast për këtë diskutim që për qefi pak edhe për mundësinë që bashkë të shohim edhe hallet e Superligës Kosovës së futbollit tonë. Ne falenderoj shumë që ishe. Faleminderit. Robi, faleminderit për të. Shumë. Ishte Sportcast, faleminderit që qëndruat bashkë me neve, shihemi në episodet e tjera.